Mirë se vini në shkollën tonë teknologjike Hysen Çela, ku fillimisht ju prezantojmë me 5 nga degët tona, si hoteleri turizmi, ekonomi biznes, tekstil konfeksione, detari dhe teknologji ushqimore, ku fokusin tonë kryesisht e kemi tek dega hoteleri turizëm. Shkolla Teknologjike Hysen Çela mirëpriti sot qindra nxënës nga klasat e 9 të shkollave nënvjeçare të Durrësit dhe bashkive përreth gjatë aktivitetit Dyert e hapura. Stafi pedagogjik i shkollës ju përgjigj interesimit të gjimnazistëve të arshëm dhe u dha atyre të gjitha shpjegimet e nevojshme për disa nga arsyet më thelbësore, sepse arsimin e mesëm duhet ta ndjekin pranë një shkolle profesionale. Për nxënësit aktual të shkollës teknologjike, ndjekja e saj është një nga zgjedhjet më të mira që kanë bërë për të qenë profesionistë të arshëm. Unë zgjodha degën e detarisë se në radhë parë kemi detin afër, portin e Durrësit që është shumë i suksesshëm që nuk të lën pa punë, domethënë. Nuk të lën pa bukë, si thonë. Zgjodha sepse më pëlqente si degë dhe doja sa më mirë në një shkollë profesionale, që në fund marrim një dëftesë të vazhdoj shkollë më të lartë. Duke pasur pasion për kuzhinë, teknologji ushqimore të ndihmon më shumë të mësosh dhe recetat, edhe praktikat të ndihmon goxha më shumë se sa degët e tjera. Unë për momentin jam kuzhinier dhe jam pizzaiol. Kombinimi i orëve të teorisë dhe praktikës nëpër biznese i jep mundësinë nxënësve që ndjekin arsimin profesional të integrohen sa më shpejt dhe sa më mirë në tregun e punës. Gjatë 2 viteve të fundit është edhe futja e sistemit dual. Pra nxënësit, përveç se mësimit në shkollë, zhvillojnë edhe 3 ditë praktike në biznese. Shkolla jonë është e lidhur mjaft ngushtë me bizneset. Mund të themi që 90% e nxënësve janë të punësuar me kod plot dhe me kod pjesshme. Kesi Aslani është një nga nxënësit që dikur ka studiuar pranë kësaj shkolle teknologjike dhe njohuritë e marrë aty, ai përdori për plotësuar formimin profesional me studimet e larta dhe hapjen e një biznesi të suksesshëm. Për të, por dhe për sipërmarrësin Ardian Çitosi, Shkolla Teknologjike e Durrësit është një mundësi mjaft e mirë për bizneset lokale dhe jo vetëm që të plotësojnë stafet e tyre me zanatçi të aftë. Shkolla Hysen Çela është një që mund t'i japin drejtimin më të mirë orientimit të një fëmije që nesër pas nesër kalojë në jetë me një profesion të saktë. Edhe kjo shkollë e bën që të jetë më i kualifikuar në treg, e bën që të jetë profesionist, e bën që të jetë dinjitos në treg. Kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse ne me thënë drejtën vujmë shumë për fuqi punëtore. Kemi sezone që kemi nevojë për shumë fuqi punëtore, por kemi sezone që kemi më pak nevojë. Dhe duke qenë që jemi një biznes i tillë, ne kemi nevojë shumë për këtë lloj bashkëpunimi që po bëjmë. Shkolla Teknologjike Hysen Çela numëron rreth 850 nxënës në 5 drejtimet profesionale që ofron.